Mbahuni fort për litarin dhe mos e lëshoni atë. Rrëfehet për një plak se i kishte 3 fëmijë, njërin të urtë, tjetrin të sinqert e të tretin të fortë. Plaku e shprehu dëshirën e tij që t'i sprovoj të 3 fëmijët dhe kërkoi nga ta që t'ia sjellin një pemë, e cila nuk del vetëm se një herë në 100 vjet, në një vend të rrallë dhe në mes të malit të stërmbushur me egërsira. Para se t'i përcjell për në rrugë, i porositi: mbahuni fort për litarin dhe mos e lëshoni. Fëmijët nuk e kuptuan qëllimin e prindit të tyre dhe e përshëndetën të buzëqeshur. Gjatë rrugës, e pa një shtëpi dhe u ndalën që t'i pyesin antarët e shtëpisë për destinacionin e tyre. Trokitën në derë dhe doli një plak dhe gruaja e tij e bukur. I pyetën për destinacionin e tyre dhe plaku shprehi gatishmëri që t'u tregoj për atë vend, mirë po me kusht që atë natë të flen tek ai dhe të i gostis. Vëllezërve ju pëlqeu kjo ide dhe vendosën të flenë në atë shtëpi. Gruaja e plakut ishte e re dhe e bukur dhe filloi që me shikimet e saj ta përfitoi zemrën e vëllait të fortë. Dhe po të mos ishte vëllai i sinqert, i cili pëshpriti në vesh duke i thënë: mos e tradhto atë që të siguroi dhe të gostisi, do të binte në kurthet e saj. Herët në mëngjes u nisën, pasi që e falenderuan plakun për mikpritjen e tij dhe e vazhduan rrugtimin e tyre. Pasi që kaluan gjysmë dite brenda malit të frikshëm, u ballafaquan me një klysh luani dhe i forti deshi të i bjerë, mirë po e ndaloi i urtit duke i thënë: nëse je i fort, mos harro se ka më të fort se ti. E morën atë klysh luani dhe e ushqyen me diçka nga ushqimi që i kishin dhe vazhduan rrugtimin e tyre. Pas një kohe arritën deri te vendi që u apërshkroi plaku dhe aty e gjetën një pemë ku në të kishte fryte. I sinqerti deshi të hip dhe të merr nga to duke menduar se ato janë pemë. Mirë po i urti e kapi për dore dhe i tha: çdo gjë që shkëlqen, mos mendo se është ari. I sinqerti e kuptoi se çfarë i tha vëllai, pastaj që e pa një zog që kishte ndodhur pasi që kishte rënë nga pema. Vëllezrit i kaploi mërzia dhe dëshpërimi se nuk mundën të marrin nga pema dhe u kthyen te prindi i tyre. Plaku pa në fytyrat e tyre pikëllimin dhe dëshpërimin. Pasi që e rrëfyen rastin e tyre, plaku buzëqesh dhe tha: mos u mërzisni asnjëherë përderisa nuk e lëshuat litarin. Njëri me tjetrin u shikuan me habi dhe i thanë: cilin litar? Plaku u përgjigj: të gjithë mbahoni fort për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Vëllezrit e kuptuan se çfarë kishte pasur për qëllim prindi i tyre dhe pse i kishte dërguar në atë rrugtim. Pse frigohesh nga vdekja? Një burr e pyeti një detar: ku ndërroi jetë prindi yt? Në det, u përgjigj detari. E gjyshi yt ku vdiq? E pyeti. Në det, tha përsëri. Burri mbeti i habitur dhe me zë të lartë i tha: edhe përkundër asaj se ata vdiqën në det, ti prap hipën në anije dhe ecë nëpër det? Detari buzëqeshi dhe i tha: e ty ore, ku të vdiq prindi? Në shtrat. E gjyshi: njëjtë, në shtrat, u përgjigj. Detari u kthye në drejtim të detit dhe i tha: edhe ti prap fle në shtrat duke e ditur se ata ndërruan jetë aty?